Atëherë përshëndetje, mirë se keni ardhur, mirë se ardhje nën kryetarit, drejtorëve, mirë se ardhje për juve anëtarë të Kuvendit Komunal, përfaqësues të SBE-s, mirë se ardhje juve qytetarët e Nikut dhe zyrtarët e Ekzekutivit. Jemi në mbledhjen e 4 të rregullt të vitit 2025 të legjislacionit të 5 të Kuvendit të Komunës së Nikut. Para se të dalim të rendi ditë, President jemi 11. Materialet shumicën e keni marrë me kohë, një pjesë e cila është paraqasit jetë si pikë shtesë në ka ardhur si material vonesë. Kemi kërkesë nga Drejtoria për Urbanizëm dhe Kadastër dhe Mjedis që të miratohet dhe të shërtohet plani zhvillimor komunal i Komunës së Nikut për vitin 2025-2033. Bazuar në nenin 12 të ligjit për veçorisë lokale. Numër 03 për vit 020 nenin 42, pika jetë e statutit të Komunës së Nikut, numër 001 për 3027 dhe datës 29/9/2010, nenin 38 paragrafi 1, i rregullues për punën e Kuvendit të Komunës së Nikut, e shtojnë këtë kërkesë Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mjedis. Shtruesi i kërkesës është President. Unë kisha kalu fjalën për shkruesin e kërkesës nëse ka diçka më gjithësisht. Drejtori fjala për ju. Përshëndetje për gjithë. Ne mund të kemi marrë vitin e tjetër nga Ministria e Mjedisë Planifikimit Shëndetësor për me aprovu planin zhvillimor komunal të Komunës së Nikut. E kemi marrë pak me vonesë në krahasim me thirrjes e kësaj seance. Na kemi pamenduar se këtë pikë me qitë edhe në mbledhje të jashtëzakonshme, mirë po me qenë se kemi pas një ballë për me shqiptu ju si delegat, kërkojmë nga ju se kja pika në ditës sot, si pika në ditës këtë djetë. Pas pas nuk ka qikë për vërdet në shkëtë. Faleminderit drejtor. Atëherë kalojmë në rendin e ditës, unë të shkoj pikave të radhë. Në 1 përshëtimi mungesa në mbledhje, në 2 shërtimi dhe miratimi proces verbalit nga mbledhja e kaluar, në 3 shërtimi raportit financiar të Komunës së Nikut për periudhën e parë janar-mars 2025, në 4 informat lidhur me gjendjen e arsimit në Komunën e Nikut, 5 mbledhja e vendimit për fillimin e plotësim ndryshimit të projekt rregullues për taksa, tarifa dhe ngarkesa për vitin 2026. 6 shërtimi dhe miratimi i planit zhvillimor të Komunës së Nikut për vitin 2025-2033, si pikë shtesë. 7 pyetje nga anëtarët e Kuvendit dhe 8 të ndryshme. A ka dikush diçka për vendit të ditës? Urna, Leonard. Përshëndetje për gjithë pranishmit. Ne si grup i Aleancë këtë kërkesë, këtë përshëkes, fakte dhe personalisht e po marrë materialin tonën që më ke përcjellë të përsus në email. Kjo si pikë nuk ka kalu asë në KPF, se keni qitë para KPF këtë pikë, dhe thot prantën disa vlerë keni përcjellë me një CD, nërsa nuk ma keni përcjellë me email ditën e hën ju personalisht. Plani zhvillimor komunal është një plan shumë strategjik për Komunën e Nikut, i cili e përcakton zhvillimin e komunës për 8 vite të ardhshme dhe deri në vitin 2033. Këtë rast, unë sa ko mujt brenda një vite me realizuar plani është shumë selektiv, i përfshin vetëm disa interesa, disa individëve që kryetari shehu ka mendu që me knaqë disa apetite politike ty një individëve, ndërsa kemi kërkesa që qytetarët, që edhe ata qytetarët që Nikut që kanë drejtuar posa e komune, edhe ato kërkesa janë refuzuar nga komisioni që ka themelu kryetari shehu Komunën e Nikut. U përmend më herët se ka ardhur
kërkesë për ministrisë, gjë që nuk është fare e vërtet, na sjell një atë kërkesë që na sjell ministria që ju me shtyp ta kaq urgjent edhe me e kalu si përshëke. Na sjell një atë kërkesë, nuk e keni bashkangjitur kurrë, ta shohim na që ministria e ka lyp në urgjencë, i ka lyp këtë plan. Si pikë tjetër, kryesues, e përmenda ky plan është shumë selektiv. I përfshin vetëm disa interesa të disa individëve. Nuk i përfshin interesat e gjithë qytetarëve të komunës Junikut. Unë jam që këtë plan me shty për një mujtit. Dolar, duhet me të ndërpret, nëse se ki ndërpret, vështa për procedurë. Pastaj vazhdo. Pika të rendit, pika shtesë nuk diskutohet. Qitën do t'jem kalojnë ose s'kalojnë. Kjo është i rregull, jo që po thonë po është rregull i shkruar. Pikat e tjera mund t'i diskutojnë, pika shtesë qitën do t'jem qofë se kalojnë. Për me një randica të diskutojnë, sa të shnevoja qofë se nuk kalojnë, për pikat e shtesë ka të drejtë vetëm propozuesi me dhonë sqarimi. Nëse kërkohet të praqë sqarimi e shtesë, i kërkohen vetëm propozuesit, nuk kemi drejt me bo konkluzioni as debate. Për kërkesën mund jemi nga të rrugë, jo kërkesë, nuk e di, nuk e dëgjoha për shëta kërkesë, po qoftë është tonë kërkesë, jo kërkesë. Ministria e ka dërgu vendimin që përshëken Junikut ashtu si që është e ka miratu. Ligje e kërkan që miratu të në kuvend. Ministria nuk na qënë kërkesa për ashtu, po ligji qëse e ka thotë dikush se nuk e dëgjoha. Nuk e dëgjoha tër më bojnë e shep. Drejtori e pa. Nuk e dëgjoha, se së du me arsitu, po atër mund Kërësues, kjo shëndërimi jonë, nga si grupi Alians, nuk marrin pjesë këtë votim. Une duhet me qitë në votim, radin e ditë kush mërë pjesë mërë, kush nuk mërë, kush është se vështër. Atër po vazhdojmë kush është pro Tirani e ditë me këtë pikën shtesë, pikën e 6 shtesë. Në botë dhe. Ta është talë. Kërësus ratrani ditë se botë. Po, nonjen për gundër a ka, abstenim a ka. Për pikën shtesë nuk mundëm me diskutu për pika tjera nëse ki urna. Për pika tjera botë. Urna. Kërësus për shëndetje për gjithë. Nga ledhën e mramë, nuk e mujtë me e kryjë. Nuk ka pasë kuram, dhe nuk e ki majtë në ledhë i jashtë zakonshme me vazhdu me e kryjë. Unë e jakë propozim si me e kryjë ledhën e mramë, njërë si kemi pasë të me vazhdu me pika tjera. Kjo është propozimi jemë dhe mëndoj që e propozimi drejtë. Qikaqë. Faleminderit Zenel, shërëmohet në spektajnë, është e vërtet që kemi qenë pikën e fundit, pikën e ndryshme, pa përfundu, po jo për pojnë të, janë shumë një pjesë ma tepër se sa gjysma, të mënë kemi pa kuron, po ka qenë pika ndryshme dhe po thujse debati gati që është tjerë, nuk ka qenë pikë vendimarse, po të kishtë qenë në një pikë rendi ditë që është pikë vendimarse, në pa tjetë është dashë me vazhdu. Për shkafën që ka qenë pika ndryshme, nuk kemi nevoj me vazhdu. Në qofë se të angeti që ka pa thonë atër kur kalojnë sot në të ndryshme mund është me përsu. Faleminderit. Kërësus nuk on regull kje punë të i për mua dhe shërdush. Unë e po thonë si nuk on regull kje punë. Çdo mjevi, se kini qitë të pika të ndryshme. Çdo mjevi duhet mu kryti në punë. Ose për ndryshme, ose qitë edhe të ndryshme. Duhet mu kryti edhe të ndryshme. Kana duhet mu kryti ose duhet me vazhdu mjevi. Unë e di që të ratin e dishë si në kode për si të njojnë të ndryshme, ti ka tha. A unë i di si regull du të më kryjë. Unë e përtërgaj se ne që është që shedi dhe që është ashtë. E ti Kemë të kërku edhe me zështarë të gjorë në afile. Sa për mund për ti ke gabim. Na për pikën e ndryshme vazhdojnë ata shka ki, kalojnë ne pikën e parë, shëtimi mundjes në mbledhje, ju tash prezent ishim
11, dërsa ata 11 janë shënuar gjithë në listë. 4 mungojnë, arsye nuk ka, nuk ka vënë arsye se mungojnë. Momentalisht jemi ne po vazhdojmë me pikën e 2 të rëndit të ditës. Shërtimi dhe meratimi proces verbalit nga mbledhja e kaluar. A ka dikush proces verbalit diçka? Prognozën e? Proces verbal, kërësus kisha pas një volutje më shumë ma mirë. Jam i do qarë gjysë është më mëngesa e një qitë qënit. Qërë ku kito. Pasin dy. Pasin dy. Unë e komendin se nërë nuk e kom zate. Mirë, diçka tjetër a ka? O ka pëse bura, apet ka tjera pëse po të Përgjithësisht në titit. me hitë është një kalëzu apet, po të më thonë na jesin tek të një bukur burë. E lisi nuk ka efekciona, po të më thonë shka unim ka bëj ankjes, unë po i thonë kujtes, po të na herë që po i thonë kujtes të shkendën ato thuja, që se i krymë të sanë. Nuk ka regull që punëra të përsus. Proces varet si pak të kuqës me kujt me elektorun e mora ashtu dhe që nga i ke dhe mu, për shkak të kohës nësë më vajnë nuk jarë dhe fjallë më vanesë për të kvalit. Dhe tja në qofë se ka përmërsoj, është të drejtë e janja me diskutu proces verbalit. Për kalon nga ato ndryshime për arkeu, kjo nuk është në shumë në alas, është i protokollu, për arkeu e përmërsojmë, e protokollojmë edhe shkën arkeu në shumë. Dhe të rejsh po atë diska? Po? Përëndir. Dikush tjetër? Burnon në kërtar? Jemi të proces verbalit. Po, përëndir, atë mbledhjen e parlimojt tek pyetjet nga anëtarët e konventit nëse nuk ka bëj, dhe shefi të aleancës jam qujtë më shtu, se që ka qenë diçka në kërë të ndusë për mua dhe për me njësë ato procedurat gjyqësore, kisha tash me shënu ashtu si që edhe më ka referu. Po thot me shtu diçka që nuk është thjesht ashtu kam do, ashtu edhe jetë shënuat e ndirit. Kërësus a banë se Urnasa. është e qartë se shka po thot në nënkretaj, po pyetja është se në qatë moment kanë folë shumë persona. Unë ja kom spjegu edhe në nënkretajt këtë pasishme edhe nuk kom ditë shka në shumë. Se kom ditë cilë se kanë folë prej herë 2-3 persona prej herë. Ingjizimi është, mu me mi e vërtetu. E qartë është aja që konsenerët finales në usin, gjithmonë për debatojnë 2 apo ma shumë, një kosisht ajo do fjale nuk shënuar për që të vrabi komponë gjithmonë ta. Dikush tjetër, nëse jo në hu për të proces verbalin, me ato përmirësime të zelenit dhe tjera që ose ka kush është farë, 8 për, kundër s'ka, s'ka, s'ka për ndetit, me 8 për kajna. Kalojmë në pikën e 3 në rast shërtimi raportit financiar të Fundit Sionikut për periudhën e parë janar-mars 2025. Kërkesat dhe materialin e kemi pranu me kohë nga Drejtoria për Buxhet dhe Financa, dhe të vesha ashtu, në bazë të ligjit për menaxhimin e financave të Republikës Kosovës dhe ligjin për veçërisje lokale, pra konform të në rregullave të në ligjeve, Drejtoria për Buxhet dhe Financa është përgjigjës kuvendit, këto e kemë drejtoreshën, djalin kalojmë të drejtoreshën. Faleminderit për shkurt, përshëndetje të gjithë. Atëherë, me raporti janar-mars 2025 është informata e parë financiare që ne japim këtë pasojë kuvendit. Kjo si informatë, përfshin gjitha informata të artyra dhe shpëndimeve në programet buxhetore të organizuar jonë.
Si që të një bugjeti që është aprovu në Asamblejën Komunale për vitin 2025, është në total 2.340.104 që për periudhën e namaz ka pësu disa ndryshime, e ato janë fyrat që janë bërë, fyrat nga donacionet edhe donacionet që janë bërë nga vitin 2024, që janë në vlerë 2.400.000 dhe ky ndryshim buxhetin arrin vlerën 2.340.600.000 Pashë numër 3 është raporti i ekzekutivit buxhetit. Në tabelë kemi buxhetin kryesor si bashkimi i buxhetit numër 0.332, që në total është 2.340.149. Është buxheti aktual në Sejmet e ka pas ndryshime në zonë të mëra më herët. 2.340.604. Janë alokimet apo shpërndarja e mjeteve për periudhën e mars në kolonën e 3, 930.673 për shpërndarjen e kategori. Gjithashtu është i prezantuar në shkëmbime në pagesat që janë bërë për periudhën e mars, që është në total 615.373. Apo 26.27% shkëmbimeve në raport me planin buxhetor. Në pashën numër 4 janë fyrat buxhetore për vitin 2025, sipas burimeve të financimit. Nga granti qeveritor, Komuna e Nikut ka pranuar 2.135.199 pikë në autonom. Planifikimin e fyrave buxhetore kemi 204.942, edhe donacionet që barkën 2.465. Në total, pranimet për vitin 2025 i arrin vlerën 2.340.694. Në grafik është prezantuar përshindja e secilës kategori që në pjesë në buxhetin total. Pashë numër 5 janë fyrat për vitin nga Granti i Qeverisë sipas klasifikimit ekonomik. Për pagat dhe rrogat për vitin 2025 kemi 1.560.804 kategoria anuale dhe shërbimeve 260.423, shërbimet komunale 400.950, subvencionet dhe transfer 35.000 dhe shërbimet kapitale 226.643. Pra total, totali i tyra për vitin nga Granti i Qeverisë janë 2.135.199. Përveç tyra që mi i pranojmë nga granti qeveritor, kemi edhe tyra vetanate që realizohen në disa kategorisë, që tyra vetanimit tonë, tyra nga tasa dhe ushtrime dhe vitalite, registrimi i automiteve, edhe shumë kategori tjera. Për periudhën e mars, ne kemi arritur numërorin e në vlerën 24.475, apo një vetë të mëllë të katër të një vjetur, sa është 942. Edhe në grafik kemi procesin e realizimit të tyrave për periudhën e mars. Në faqen numër 6 janë tyrat vetanake të ndara tash në kategori, edhe realizimit për secilën kategori. Tyra nga rrethimin tonë për periudhën e mars arrin vlerën 14.934, tyrat nga shëndetësia 1.022, tyrat nga administrata 1.151, tyrat nga regjistrimi i automiteve 1.870, tyrat nga rroga në trafik 1.370, tyrat për ushtrimin e rrugtarisë 350, tyrat nga organizmi 975 dhe tyrat tjera 800 euro. Në total, realizimi tyra për periudhën e mars është 24.475. Edhe këtu kemi prezantimin në grafik edhe përqimin të secilën kategori. Në faqen numër 7 janë prezantuar shkëmbimet buxhetore për vitin 2025, mbyrëshirë dhe donacionet, që është në total buxheti bashkë me donacionet është në total 2.340.624. Gjatë kësaj periudhe e mars kena shkëmbuar 1.930.673, apo gjatë në gjatë në buxhetit që ka lugu. Në tabel, edhe në grafik kemi përshindjen për secilën kategori.
të prezentuar. Në fashën numër 9, ku vazhdojmë fashën numër 20 është një raport detale shënzimeve për gjitha kategoritë, të rregullimit të pagave nëna të shërbimeve komunale, kategoritë kapitale dhe subvencioneve. Unë e fiton të taj, mos më marrë shumë kohë, ju do se e kemi shqyrtu, nëse kemi tike marrë një kohë. Në totalin e pagave janë shpëndu njëtën e vjetësh në 93.993, që ta janë rëgëmanë të vjetësh. Kategoria madhe dhe shërbimeve të shpëndu në vjetë 5.370.000. Kategoria komunale dhe shpëndu në vjetë 5.827. Kategoria subvencioneve dhe shpëndu në vjetë 200 euro. Edhe kategoria investime dhe kapitale në vjetë 104.797.42. Në fashën numër 13 është i prezentuar raporti mbi shpenzimet sipas buxhetit. Duke qenë zyrën e kryetarit, që është shpenzimi për zyrën e anarkisë të 8.442, Kuvendit Komunal të 6.446, administratat të 3.300, Buxhetia e Buxhetit të Financa 7.204, Zhvillimi ekonomik 7.565, Kryerja për shërbime publike 5.130, Planifikimi urban 9.105, Zyra Komunale të Komunitetit 1.149, Shëndetësia 1.164, Helarësi 1.134, Proshpërzime për kryen e anës, avimje 650.373. Edhe të kemi përshindjen e prezentuar nga tekste të të prej drejtorisë. Në fashën numër 14, është i prezentuar progresi shërbimeve kapitale sipas projektit të vitit 2025. E kemi emrin e secilit projekt, kodin, mëstar, buxhetin për vitin 2024 të cilën të projekteve, edhe është i prezentuar auditimi të projekteve në anës. Ndërsa shpenzimet në këtë periudhë arrimën 149.727.4 apo gjatë të vitit 2023 të buxhetit të planifikimit. Edhe kemi një pasim statutor që kjo shumë është shpërndu për vendimet kërmërë në regjistror, pa që janë më nga regjistror, në vendimet. Njëtë në faqe kemi prezentuar obligimet e pavarumit e anës, që në kategorinë e mëllë dhe shërbimeve rritje janë 10.403, kategoria komunale 5.753, pra në total 7.133. Në faqen numër 15, i kemi prezentuar të artikushme pa borgjit që qytetarët kanë ndaj punës. I kemi kategorinë e tatimit të pronë, që është në vjetë 333.166, licenca për ushtrimin e vëndërisë 35.605 edhe qirare nga objektet publike në vjetë 2020. Në total, borgje arrijë 420.890 Unë të shkapite në kamë se kemi në ajtije dhe shpërgjën. Kërë drejtoresh, nëse drejtoresh ka qenë qartë dhe hyrat në i thale që veç dërsa shpenzime në i thamë që thalë, po e veç i pak për thamë që ose keni diçka rreth shpenzime i keni shënu në veç e veç më i me përgjith. Unë për thamë që ose keni të bytje të shpenzime të apo të hyrat, kjo alla për një. Nuk kemi, atërë kalojmë në pikën e 4 më radhë. Në përmat edhe me qenë në arsimit komunën e Jonikut. Materialën e kemi parë në ko, në bazë të rregullorës për ligjit për besërisë lokale, se cilat drejtori duhet të raportoj Kuvendit se pak në një herë në 6 muaj, apo sipas nevojë edhe më shpesh, drejtori i arsimit është përgjigj Kuvendit, materialet ne ka dërgu, këto e kemi drejtorin fjalën për luajmë. Një vend një Kristus, në përshëndes zjedhe, materialin që ta Kristus e këtë marrë në kohë, një dhe një informat në gjendje në asimit
institucionet ka tjera si mundën, Komunën e Nikut, janë duke vazhduar procesin e sigurimit sipas kalendarit të vitit shkollor 2024-2025 dhe përkërron më sigurimor. Komunën e Nikut i kemi 4 nivele të asimit përgjithësor, ku do të thonë nga niveli parashkollor, fillojnë mesimor dhe shkolla mesimit të lartë, dhe gjimnazin që e kemi. Këtë nivelin parashkollor një proces të funksionizimit të objektit, në dojtë që në këtij viti do të ta konkretizojnë që të fillojnë nga viti shkollor, do të viti i ri që fillojnë të shtator. Këtu fondi investime nga komuna dhe nga ministria, kemi bërë gjitha përgatitjet me kanale inventare dhe pjesa ndërgjë ka mjetë vetëm të kuzhinët të intervenohet për shkak të pajisjeve që kanë ardhur nga ministria për kuzhinë. Dhe aty jemi në proces të thotë pasore që ne t'i kryjmë ato punime dhe sa më shpejt të kemi objekte të funksionale. Ndërsa këto nivellet tjera, këtu të nivelli fillor, kemi pas një rezultat gjysmëvitorit të parë, nota mesatare ka qenë 4.2, ndërsa të nivelli mesnivor, nota mesatare ka qenë 2.95, ndërsa të nivelli i tret apo të shkolla mesme lartë, gjimnazi ka qenë nota mesatare 3.25. Ne do të thotë jemi në vazhdimsi duke kujdesur që të kenë pajisjet didaktike ose në mjetët didaktike të punës. Ne veçimi në bashkëpunim me ministrinë, moshën që si vetë të furnizohet kabinetet, pajisje me instrumente, pajisje të sportës fizike dhe të mirëmbajtjes. Dhe do të sa i përket pjesës higjienike, ne kemi furnizuar vazhdimisht sipas kërkesave të tyre, të institucioneve. Ndërsa këtu më poshtë kemi një tabelë ku janë të dhënat, gjitha të dhënat e formimeve, nxënësve, mësimdhënësve dhe personelit tjerë përcjellës është. Do të kemi me shifra këtu e në sakta. Në këtë tabelë u përgatitur për shkak që kemi sa më saktë në mëna, për gjitha ato që kemi të në institucionit. Kemi përfshi fëmijët, nxënësit dhe personelin pasional dhe menaxhues. Kemi dhënë këtë pjesë tjetër të projektet të cilat këtë shkollor kemi realizuar, është rrugimi i infrastrukturës së borit shkollës nacionale të Mallorca. Është realizuar si pjesë e parë, në bazë të vazhduar në buxhetin dhe pjesën financiare që kemi në dispozicion, kemi shumë pjesërisht që parkingu të realizohet pjesërisht që këtë det do të finalizohet. Kemi një projekt që jemi duke realizuar, një projekt hapësinor për hapësirën e shkollës së filluarit mesmetor, duke përfshi edhe objektin që është qellës dhe objektin tjetër të shkollës numër 1 që është tash në realizim të